e të krishterëve dhe shkatrimi i plot i udhëtarëve, domethënë muslimanëve. Të krishterët do të ngriten me Isaun për miqëll, kurse muslimanët do të fundosen në detin e zjarrit nga sulfuri. Domethënë se ata të krishterë që i mbishen rreshim Isaut, ata të cilët e konsiderojnë Isaun si Zot përveç Allahut, ata domethënë zinaçar, ose ata komargjinë në Las Vegas, ose ata të Chicagos, ata homoseksualë që janë perëndim, ata pas kanë me shpëtu me Isaun, e muslimani që bën ibadet Allahu xhaleshanu, që i bën sejdë Allahu xhaleshanu, edhe në çave me kon pas ka mu shkatru sipas domethënë citateve të Biblës. Edhe me lezu ju domethënë përshkrimin e Hermeshdunit mund ta shfletoni në Bibël faqe 1752 dhe 1753 ose zbulesa e Gjonit kapitull 19, 20, 21, 22. Do të habiten se çfarë përshkrimi bën domethënë i asaj betejë. Tham domethënë kjo është parashikimi i shkrimtarëve të shumë në botën e perëndimit të Amerikës. Tham se në këtë besojnë edhe kryetarët e Amerikës. Në çështë që po them se do të ndodh kjo Hermeshduni, edhe domethënë premtimeve të Biblës i besojnë edhe kryetarët amerikanë. Domethënë 7 kryetarë amerikanë në rend deri te Bushi për këta 2 të fundit, domethënë për faktikisht për një të fundit Clintonin, nuk di, mirë po ajo është çasi race. Pra këtë e besojnë evangelistët, fundamentalistët evangelistë, edhe e kanë besuar 7 kryetarë amerikanë para Bushit. Edhe Bushi sipas tyre i ka besuar këtij premtimi. Autori i librit me titull Dimensioni fetar në politikën amerikane tregon se Carteri ka thonë 7 kryetarë amerikanë kanë besuar në këtë gjë. Ata e kanë personifikuar këtë besim duke nxjerrë në shesh se lidhja jonë me Izraelin është më tepër se lidhja e veçantë. Ajo është lidhje e dalluar, sepse është e thellosur në ndërgjegjen, moralin dhe fenë e vet popullit amerikan. Izraeli dhe Shebaat përbëjnë emigrantët e parë dhe e ndajnë trashëgiminë e Teuratit. Domthonë, pinkryje i beson këtyre premtimeve. Këta 7 kryetarë besojnë se lufta mes arabëve dhe çifotëve është lufta mes Davudit edhe Xhalutit. Ata të shtojnë parashohin domethënë këtë luftë, faktikisht mes muslimanëve, mes jo muslimanëve çifotëve edhe me idhujtarët fajza musliman. Regani më shumë se 11 herë ka thonë se fundi i botës është afër dhe se beson se në ndodhin e betejës së Hermeshdunit. Ai duke biseduar me direktorin ekzekutiv të lobit Izraelit IPAC në Amerikë ka thonë: "Kur ti shfletoj paralajmërimet e juaja të vjetër në beslidhjen e vjetër dhe shenjat që e lajmërojnë Hermesdunin e pyes vetveten vallë, mos jemi ne ajo gjenerat që të ta sheh me sy këtë ndodhi. Nuk e kam vërejtur ndonjë shenjë, mirë po më beso, ai përshkrim 100% përputhet me realitetin në të cilin jetojmë na." Ka besu që shumë afër është që Hermeshduni. Ka latë citate tjera ku tregojnë domethënë besimin plot në këta citate të Teuratit. Në shikoj që në situata e Reaganit, Bushi ka qenë domethënë zëvendës i tij, ka qenë ndihmës i tij, edhe ai të njëjtën bile Bushi në librin e tij me titull Shikim përpara tregon se është njëri fetar, edhe se ai me familjen e tij për çdo ditë e lexojnë Biblën, dhe se baba i tij e kon prift, edhe kur kon ambasadori i Amerikës në Kinë ka pas problem se kur i kalin çikas ka pas ku me kryqëzu, domosë ka pas kish në Kinë se komunista ateista. Faktikisht tregon se edhe kjo është fetar dhe i beson Injilit. Mirë, nëse kjo ka qenë qëndrimi i tyre ndaj fundamentalizmit krishter, domethënë kon fundamentalistë krishter. Vallë, çfarë qëndrimi kanë pas ata ndaj fundamentalizmit islamik? Edhe pse kjo thamë këtë term fundamentalizëm është e tyre, nuk është i joni. Se na jemi musliman, kur thot musliman, i kthehet burimeve Kur'anit edhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po në këtë kontekst do të marrim fjalët e Nixonit, sepse ai konsiderohet domosdoshmë kryetari më i mençur amerikan ose kryetari që është marrë më shumë ti me mendime edhe teori gjatë fundimit domosdoshmë të tij. Andaj edhe ai në librin e tij viti 1999 fitore pa luftë. Çfarë më ngi titull? Domosdoshmë Hermeshduni ka menduar. Kështu që ai ka librin e titull librit 1999 fitore pa luftë. Që aludon domethënë në betejën e Hermeshdunit. Këtë libër thot: konflikti mes arabëve dhe çifutëve është duke u zhvilluar në konflikt mes fundamentalistëve islamik në një anë dhe çifutëve dhe shteteve tolerante arabe në anën tjetër. Domthonë është u kaluar nga ajo luftë klasike dhe kjo është realitet. Se normalisht ata e vërejnë, kjo është realitet. Deri dje për shembull
organizata për çlimin e Palestinës, e sa Arafatin në fillim nuk luftonte në emër të Islamit, luftonte në emër të kombit. Edhe atë në emër të kombit palestinez, jo në emër të kombit arab përgjithësi. Edhe sot për shembull për televizion radione arabe, është çështje problemi i arabëve, problemi i palestinezëve. Do me nxjerr Islamin për problemit që mos më kon problem i këtë muslimanëve. Sa ka drejtë sa Arafati për Kudsin, ka më në drejtë për Kudsin që jam musliman. Si më na dallim me mi pa ata me qëllim e kanë bëj kanë ndonë umetin, se umeti islam është 1 miliard e 200 milion. Është shumë më madh se sa 10-15 milion ose 20 milion ose thuj sa dush palestinez ose 2-300 milion arab. Andaj e ka vërejtë se lufta është duke shku që të shndrohet nga lufta mes arabëve dhe jehudive në luftë mes fundamentalistëve islamik, thojza për shtiket fjalë, edhe që Izraelit edhe shteteve domethënë tolerant ose shteteve të shituna, domethënë më në shpeje të lirë arabe. Dhe thot, në botën islame nga Maroko deri në Indonezi, fundamentalizmi islamik ka trashëguar komunizmin, se në vitet 40-ta, 50-ta, 50-ta, 60-ta, në botën arabe ka pas një luftë të madhe mes komunistave dhe kapitalistave. Edhe ka qenë komunizmi shumë i fortë, i fuqishëm. Edhe arab ka pas komunista mas fortë se Stalini. Edhe se komunistët e Shqipnisë, Enver Hoxha. Mirë po kur e panë se ata mendojnë se me komunizëm ka mundësi të bëjnë ballë okupimeve, domethënë imperialiste, faktikisht perëndimit të Britanisë, Francës ose Amerikës. Pse pa të largu për Islamit, ata s'dishin domethënë çka ka mundësi aty më garantu fitore. Mirë po thotë çka thotë ke? Thotë për çdo ditë komunizmi, se ish komunizmi edhe ideologji agresive, po zëvendësohet nga fundamentalizmi islamik, i cili në atë konnotacionin e mjerit kryesor për ndryshim të dhunshëm. Se me komunizma të kanë bërë revolucion, edhe revolucion domthon është metodë i dhunshëm për ndryshime. Thot tash çet vend e zën fundamentalizmi islamik, i cili gjithashtu është metodë domthon e dhunshme për ndryshime të sistemeve që janë në botën arabe nga Maroko deri në Indonezi. Ai e përfundon librin e tij me shprehje të cilat mund të thotë vetëm një fundamentalist i vrasht. Thot në librin 1999, luftë, paqe fitore pa luftë. Thot, kur ishte Amerika e dobët dhe e varfër para 200 vjetëve, besimi i ishte ai që na mundsoi të mbetemi gjallë. Për këtë ne, pasi që jemi duke hyrë në shekullin e 3, domethënë si Amerikë, dhe jemi duke hyrë në 1000-vjeçarin e 3 të ardhshëm, duhet ta zbulojmë sërish besimin ton dhe t'ia kthejmë gjallërinë. Cili kryetar musliman fol që kështu t'i kthejmë akides ton, t'i thonë me besimin ton. Pastaj shqiptarët, politikanë e intelektual, i thrasin shqiptarët dalin prej feje, të bëhen ateist, të bëhen njerëz pa moral dhe pa nder. A ky thot na para 200 vjet kemi me gjallë pse kena besuar. Edhe tash duhet apet me kthi besimin edhe gjallërinë besimit. Domethënë veç ashtu na mund të fortë. Edhe revista e mirënjohur është Foreign Affairs, është një revistë që botohet nga Ministria e Punëve të Jashtme të Amerikës, është numër e revistave më të forta për strategji dhe politik. Ka tema mjaft interesante në gjuhën angleze. E publikon një koment të tij i cili e jep domethënë gjatë pas takimit me Gorbaçovin. Ai është takuar me Gorbaçovin dhe kanë biseduar për shumë, nuk kur fillon ndryshimet në Bashkimin Sovjetik. Ai thotë i kam thonë Gorbaçovit, Rusia dhe Amerika gjithsesi do të bashkëpunojnë ngushtë mes vete. Pse? Për të goditur rënd fundamentalizmin islamik. Që është qëllimi faktikisht i dy forcave. Na me çket pjesë të fundit e mbërojmë pjesën e parë domethënë të librit, e vazhdojmë inshallah taala në ndesën e ardhshëm me pjesën e dytë të librit, ku do të flasim rreth aktivitetit që e bëjnë krishterët për të ndihmuar domethënë atë ngritjen e shtetit izraelit në Palestinë. Inshallah, nëse kemi mundësi, do të bëjmë përfundimin faktikisht e argumenteve fetare islame se Kudsi është ose Palestina vendi muslimanëve, çka kërkojnë ata me këto procese paqësore, edhe cilët janë metodat që mundemi metodë të mbrohemi nga
efektet negative që kanë mundësi mi pas kjo luftë. Që kjo është afton dersi i sotëm, e lutim Allahun subhanahu wa taala që muslimanëve të mundshëm të kuptojnë dinën e tyre, të kuptojnë kurthet e armiqve të tyre, të mbrohen pastaj nga kurthet e tyre, të mundson jetë e lumtur në dynja edhe inshallah taala jetë